Hutbja e lamtumirës. Fjalimi i fundit i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, në malin e Arafatit, në haxhin e fundit. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. O njerëz, dëgjoni se çfarë do t'ju them, se nuk e di a do t'ju takoj më në këtë vend pas këtij viti. O njerëz, friksojuni Zotit dhe respektojeni atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Kjo është dita e kurbaneve, në emër të Allahut. Vërtet gjaku juaj, nderi juaj dhe pasuria juaj janë të shenjta për ju, derisa të takoheni me krijuesin tuaj, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë, në këtë muaj dhe në këtë vend. Ruani, respektoni dhe nderoni vlerën e personalitetit dhe të dinjitetit njerëzor. Njeriu është vepër madhështore e Allahut. Mjera ai që përçmon nderin dhe dinjitetin e veprës së Allahut. O njerëz, ju pashmangshëm do t'i ktheheni Allahut madhëruar, dhe ai do t'ju thras të përgjigjeni për veprat dhe punën tuaj. O besimtar, dijeni se ka përfunduar koha e mosdijes dhe e traditave të këqija, të cilat i kanë sjellë shumë fatkeqësi gjinisë njerëzore. Unë ju e kam treguar rrugën e shpëtimit në të cilën duhet ecur. Sendet që ju janë dhënë amanet, ruajini si t'ishin tuajat dhe kthejani ato besnikërisht dhe me kohë atij që i përkasin. Gjakmarrja është ndaluar. Të gjitha gjakmarrjet e këtilla, të cilat rrjedhin nga koha e ignorancës, anullohen. Gjakmarrja e parë e cila anullohet është ajo e xhaxhait tim, Ibn Abdul Mutalibit, të cilin të pafajshëm e vran njerëzit nga fisi Hudhail. Kjo gjakmarrje le të harrohet, dhe të gjitha të tjerat në të ardhmen le të falen. Fajdeja dhe kamata janë të ndaluara. Huadhënësi duhet marrë nga huamarrësi vetëm atë që vërtet ja ka huazuar. Huat e para që i nënshtrohen këtij vendimi janë huat e xhaxhait tim, Abbasit, i cili ka pasur mjaft borxhli. O besimtar, faljani kamatat borxhlive. Dëgjojeni këshillën time dhe pasuria juaj do të shtohet, sepse juve ju mbetet kapitali për tregti dhe punë të ndershme. Nëse këtë nuk e bëni, dijeni se e keni zemëruar shumë Allahun dhe të dërguarin e tij. Nëse borxhliu juaj është në vështirësi, shtyjani afatin e pagimit, ndërsa nëse jeni në gjendje që t'ia falni borxhin, atëherë kjo është edhe më e mirë për ju. O besimtar, o njerëz, friksojuni ditës e cila vërtet do të vijë, kur të gjithë do të paraqiteni përpara Allahut. Gjykatësi të vetëm suprem, ditën kur ju pret drejtësia absolute. Kur të keni një borxh, paguajeni në kohë, dhe kur ta bëni marrëveshjen, bëjeni atë me shkrim, sakt dhe theksojeni besnikërisht afatin e pagesës. O ju që do të vdisni, duajeni dhe dëgjojeni Zotin, krijuesin e materjes dhe asaj që është shpirtërore, i cili krijoi mashkullin dhe femrën, prej cilëve u zhvillua gjithë gjinia njerëzore. Friksojuni Allahut, që në ndihmën, prehjen dhe mëshirën e tij jemi të udhëzuar. Ne jemi të vdekshëm dhe në çdo çast jemi më afër vdekjes dhe takimit me të. Me Allahun e madhëruar, gjykatësin e drejtë. Respektojeni farefisnin. Përmbushni besnikërisht detyrat dhe obligimet, të cilat ekzistojnë ndërmjet burrit dhe gruas, si dhe ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Fëmia e fiton xhenetin
nën këmbët e nënës së tij. Ruajuni nga prostitucioni, tradhtia bashkëshortore dhe xhelozia. Prostitucioni dhe tradhtia bashkëshortore janë gjuna i rëndë, ndërsa xhelozia sjell përçarje në martesë. Martohuni me ato të cilat i doni, e kur Zoti me vullnetin e vet do t'ju bashkojë, atëherë respektohuni dhe duajeni njëri tjetrin dhe jetoni në dashuri dhe harmoni. O bashkëshort, silluni ndaj grave tuaja me shumë mirësi dhe dashuri. O besimtar, largojuni nga therresave dhe përgojimit. Le të jenë të mallkuar në të dy botët ata që bëjnë shpifje ndaj grave të ndershme. Ata që i akuzojnë gratë të ndershme për tradhti në martesë ose për imoralitet, e për këtë nuk mund t'i sjellin 4 dëshmitar të besueshëm. Dënoni me 80 goditje dhe mos u besoni më asnjëherë, sepse janë të ulët dhe të këqinj. Nëse ndjeni se ndaj grave tuaja ju është dobësuar dashuria, mos nxitoni në shkurorzim, por mendoni mirë, sepse Allahu nëpërmjet këtij sprovimi ju udhëzon në rrugën e së ardhmes së re dhe të madhe, me të cilën dëshiron t'ju përgëzojë. Mos kërkoni shkurorzim pa shkaqe të arsyeshme, sepse prej të gjitha gjërave që Allahu ka lejuar, më së tepërmi urren shkurorzimin. Gratë tuaja u janë dorëzuar në besë të Zotit, pra respektojeni o besimtar ata manet të Zotit. O njerëz, sot djalli i mallkuar është i dëshpëruar, sepse ka pësuar humbje dhe nuk mundet më të ndikojë tek ju. Megjithatë, gjithnjë bëhuni të kujdesshëm që ai i mallkuar të mos ju largojë as në gjërat më të vogla. O besimtar, kur e caktoni dhe e ndani ndërmjet vetes trashëgiminë, bëhuni të drejtë edhe përmbahuni librit të Zotit. Ruajeni pasurinë e të miturve, të paaftëve dhe të marrëve. Zoti çdo njërit ja ka dhënë të drejtën e vet, prandaj nuk ka nevojë të lihet trashëgimtarve testament, ndërsa si testament nuk mund të lihet më shumë se 1/3 e pasurisë. Fëmia i takon atij në shtratin e të cilit është lindur. Kush pohon se i takon tjetër kujt përveç prindit, atë do ta zërë mallkimi i Zotit. Nuk i lejohet gruas të jap diçka nga pasuria e burrit vet pa lejen e tij. Borxhi duhet paguar, ndërsa sendi i huazuar duhet kthyer. Dhurata duhet kthyer me dhuratë. Kush hyn dorzan për dikë, detyrohet me përgjegjësi për dorzani. Me robrit dhe shërbëtorët silluni njerëzisht. Ushqejini ata sikurse ushqeni veten dhe vishini ata sikurse visheni vetë. Nuk guxoni t'u boni keq, e as t'i keq trajtoni. Edhe ata janë njerëz. Edhe ata janë shërbëtor të Zotit. O besimtar, dijeni dhe mos harroni se të gjithë muslimanët janë vëllezër. Ju jeni plotësisht të barabartë në të drejta dhe detyra. Arabi ndaj jo arabit nuk ka kurfar përparësie, e kjo vlen dhe për të ziu ndaj të kuqit, dhe për të kuqin ndaj të ziut, përveç në devotshmëri. Të gjithë ju jeni pasardhësit e Ademit, ndërsa Ademi e ka prejardhjen nga dheu. O musliman, kujdesuni për njëri tjetrin. Duajeni njëri tjetrin dhe ndihmojeni njëri tjetrin. Nuk guxoni ta ofendoni njëri tjetrin, e as t'i grabitni diçka njëri tjetrit. Ky është gjunah i rëndë. Merreni vetëm atë që ju jepet me dëshirë. Respektojeni pacunueshmërinë e pasurive tuaja, derisa janë në frymën e ligjeve të Zotit. Islami dhe interesi i përgjithshëm le të jetë mbi ju dhe mbi interesin tuaj. Përkushtojani jetën tuaj Islamit dhe në punën për Islam, jepni prej vetes gjithçka që mundeni. Kurrë mos e shkelni të drejtën dhe nderin e tjetrit.
Mos i bëni dhunë vetes. Mos harroni se mëshira është një ndër bazat e Islamit. O njerëz, dëgjoni se ç'po ju them dhe mbajeni mend mirë. Po ju lë librin e Zotit, Kuranin, të cilit nëse i përmbaheni, gjithnjë do t'ju ruaj që të mos e humbni rrugën e drejtë, rrugën e drejtësisë dhe të vërtetës. Kurani është libër i qartë dhe i shenjtë. Vepra e vërtetë e Allahut dhe fjalët e tij në vërtetësinë e së cilës nuk ka dyshim. Para vetes e keni tërë jetën time, fjalët dhe veprat e mia. Gjithçka që kam folur dhe punuar, jam përpjekur të jetë në përputhje të plotë me urdhrat e Allahut. Ju vërtet nuk do të gaboni përderisa i përmbaheni Kuranit, librit të Zotit dhe Sunetit, traditës sime. O njerëz, pas meje nuk do të vi më i dërguar tjetër nga Zoti, dhe pas jush, populli nuk do të ketë më pejgamber. Pra bëni ibadet dhe adhurojeni Zotin. Falini 5 namazet në kohë. Agjëroni muajin e Ramazanit. Jepeni zekatin me plot zemër dhe të kënaqur. Kryeni haxhin dhe zbatoni urdhrat e sundimtarëve tuaj. Kështu do të hyni në xhenetin e Zotit tuaj. O besimtar, thoni gjithnjë të vërtetën e pastër. Asnjëherë të mos ju largojë urrejtja nga rruga e drejtë. Drejtësia është motra e devotshmërisë. Friksojuni Allahut se ai i sheh veprimet tuaja. O njerëz, e dëgjuat porosin time, atëherë futeni atë në zemrën tuaj dhe praktikojeni atë. Të gjithë ata që i dëgjuan fjalët e mia, le t'u përcjellin atyre që nuk i kanë dëgjuar. Se ndodh që ata të tjerët i kuptojnë më mirë. O Zoti im, a e përmbusha detyrën dhe misionin e besuar? Rreth 140.000 haxhiler bërhoritën një zëri. O i dërguar i Zotit, ti e përmbushe misionin tënd besnikërisht dhe na e komunikove atë që t'urdhëroi Zoti. Atëherë Muhamedi u tha: O Zot, dëshmo. O Zot, dëshmo. O Zot, dëshmo. Atë ditë, ati ju shpall ajeti nga Zoti i lartë madhëruar. Sot juve ua kam përsosur fen tuaj. Plotsova dhuntin time ndaj jush dhe jam i kënaqur që Islami